Dosja e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Bardh Spahia kaloi për gjykim. SPAK e akuzon atë për pengim të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës. Këtë të mërkur, ai u paraqit në gjykatën e posaçme ndërsa njoftoi se nuk do t'i nënshtrohet gjykimit të shkurtuar. Kështu nuk pranova gjykimin e shkurtuar, kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës. Përdoret ky person për të ngritur një padi ndaj meje, thjesht dhe vetëm për ta përdorur politikisht në një kohë fushate elektorale. Në gjithë veprimtarinë time, si kryetari i Bashkisë Shkodër, kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit. I pyetur nëse ka apo jo besim tek gjykata antikorrupsion, Spahia u përgjigj. Unë besoj tek domosdoshmëria e zbatimit të ligjit dhe respektimit të tij nga çdo qytetar dhe strukturë shtetërore. Sipas akuzës, ish kryebashkiaku i Shkodrës liroi nga detyra administratorin e ujësillës kanalizimeve, i cili e paditi më pas në gjykatë. Më vonë, Spahia emëroi dikë tjetër në këtë detyrë, por ndërkohë gjykata e Shkodrës kishte dhënë vendim që të pezulloheshin aktet e nxjerra nga kryetari i bashkisë. Ka qenë ky vendim që sipas SPAK është injoruar dhe që e vuri Bardh Spahi në bankën e të akuzuarit. Ai mori detyrën e kryetarit të Bashkisë Shkodër në mars të vitit 2022, pas fitores në zgjedhjet e pjesëshme vendore si kandidat i rithemelimit.